më shumë ke njerëz të para burgosur, se sa ke njerëz të burgosur me vendime të fortë. Prandaj u shpërstuar sa kaluan ligjin në burgos për parkim dysh. Dua të them një gjë. Nuk duhet të ketë më në këtë territor, në këtë vend, nuk duhet të ketë më që të dënohen, të futen në burg njerëz. Që vjedhin taksat, po vetëm ata që parkojnë dysh. Po mblidha me Këshilli votoje kundra pa një vendim të formës së prerë. Votoje kundra. Nuk do të ketë më. Pse nuk e kishit këtë qëndrim dhe për të tjera të cilët deri tani kanë ikur? Po jo pra, për ka një pasur. Arbena Ahmeta ka qenë. Arbena Ahmeta ka qenë. E di çfarë bën me reformën e drejtësisë? Kjo është reforma e drejtësisë. Se reformën e drejtësisë, thash, nuk është vetëm spaku, skapi, ta vetëm për skapin e kujton reformën e drejtësisë. Pavarësisht se këtyre po i shërben politikisht, se duhet të bëjnë gjyqje popullore, më kupton? Po kanë harruar që nëse këta duan për shkakun që të iki zonja Benida Balluku, para të heqin një kryetarin e tyre që kanë 9 grada dhe ka minuar demokracinë në këtë vend. Kaq. Janë dy gjëra, janë të kemi një çështje, kemi çështje ende, kemi një 21 janari që kryetari i opozitës nuk vjen taksat e shqiptarëve. Bën një krim shtetëror. As shet tokën e shqiptarëve, okay? Shumë e vërtetë. Atëherë, kryetari i opozitës është kryetar partie, zotri, dhe nuk menaxhon jetën, buxhetin e shqiptarëve. Kemi të bëjmë me një parti që ku ka pushtetin vret njerëz. Zoti Muharremi, ju besoni që zëvendës kryeministri është e pafajshme? Ju vrisni njerëz për ditë. Ju vrisni njerëz të ekologjikut